E fillojmë një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore, ndërtimin e autostradës së re Tetov-Gostivar me gjatësi prej 18 kilometrash. Kështu tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Kristian Mickoski, gjatë ceremonisë së fillimit të ndërtimit të autostradës Tetov-Gostivar, pjesë e korridorit 8. Ovo je put kego vozat i kego koristat i Makedonci, i Albanci, i Turci, i Srbi, i Vlasi, i Romi, i Boshnjaci. Këtë rrugë do ta shfrytëzojnë dhe do ta përdorin edhe maqedonasit, edhe shqiptarët, edhe turqit, edhe serbët, edhe vlehët, romët, boshnjakët dhe të tjerë, me përkatësi të ndryshme. Turistë që do të vizitojnë thesaret tona malore dhe liqenore, siç është liqeni i Ohrit. Kjo është e ardhmja e adeut ton të përbashkët, Maqedonia, që të gjithë e duam dhe e respektojmë, por me vepra. Vetëm me vepra mund ta duam dhe ta respektojmë, tha Mickoski. Zëvendës kryeministri i parë Izet Mexhiti tha se kjo nuk është vetëm një rrugë, por një arterie evropiane që lidh Adriatikun me detin e Zi, që siç tha sjell Evropën në Ballkan dhe Ballkanin në Evropë. Mexhiti tha se po ndërtojnë të ardhmen dhe për dallim nga e kaluara, rreth tyre po dëgjojnë zhurmat e makinerisë e eskavatorëve dhe jo të fotoaparateve. Sot, në vend të fotoaparateve, rreth nesh po gjemojnë zhurmat e buldozherëve, eskavatorëve dhe kamionëve. Ne nuk gjirojmë spote reklamash, për ndërtojmë të ardhmen, po ndërtojmë rrugë për popullin tonë. Korridori 8 është më shumë se një rrugë. Është një artere evropiane që lidh Adriatikun me detin e Zi, e lidh zemrën e Ballkanit. Vendimi im strategjik është i qartë. Maqedonia përfundon seksionin e saj, e sjell Europën në Ballkan dhe Ballkanin në Europë. Me fillimin e kësaj autostrade ne po shndrojmë rajonin e Pollogut në udhkryq të mundësive dhe investimeve, vendeve të punës. Po shkurtojmë rrugën midis Shkupit, Ohrit dhe Strugës dhe po ofrojmë kufirin në Qaftan me çdo shtëpi tonë dhe çdo ide biznesi që pret treg. Po krijojmë mundësi që t'i kthejmë fëmijët në shtëpi. Më lejoni të falenderoj sinqerisht ambasadorën në SBA zonjën Aguilar për mbështetjen e saj të vazhdueshme. Prania e saj sot është dëshmi për partneritet strategjik mes Maqedonisë së Veriut dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk është vetëm në letër, por është edhe në çekan, në beton dhe në çelik, në punë dhe investime. Angela Aguilar, ambasadore i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në vendin ton, tha se nuk është e rëndësishme vetëm për infrastrukturën dhe ekonominë e këtij vendi dhe rajonit, por paraqet edhe një korridor të rëndësishëm për NATO-n. It is such an enormous pleasure as the American ambassador to stand here today with all of you. Është kënaqësi e madhe që si ambasadore e Amerikës të jem sot mes jush, sepse edhe të qëndruarit në këtë vend të nënkupton progres. Kjo është një nismë e shumë pritur për gjithë ata që kanë pritur këtë projekt me vite. Andaj jam shumë e kënaqur që jemi këtu, sidomos të dëgjoj dhe shoh punët e Gjosh dhe ekipit të tij, Bechtel Enkas, se shumë nga këto punë të pritura kanë ndodhur muajve të fundit. Kjo nuk është e rëndësishme vetëm për infrastrukturën dhe ekonominë e këtij vendi dhe rajoni, por paraqet dhe një korridor të rëndësishëm për NATO-n, andaj roli i këtyre rrugëve të rëndësishme nuk mund të nënvlerësohet, tha Aguilar. Ministri i Transportit Aleksandar Nikolovski tha se brenda 2 vjetësh e gjysmë nga sot do të kemi një autostradë që përputhet me të gjitha rregulloret dhe standardet që meritojnë qytetarët e rajonit të Pollogut dhe të gjithë vendit. Sipas tij, segmenti i autostradës do të jetë i gjatë 17.5 kilometra dhe vlera do të jetë rreth 90 milion euro. Projekti parashikon 6 korsi trafiku, 3 në secilin drejtim, pra 2 korsi për lëvizje dhe 1 për ndalim. Sipas tij, në qershor të vitit 2024, kur u formua kjo qeveri, ishin shpronësuar gjithsej 560 parcela tokë në 3 seksione. Sot në prill të vitit 2025, kemi 2497 parcela toke të shpronësuara. Progresi është shumë fishuar me rreth 5 herë. Kjo do të thotë se po hapim një front për punë në seksionin Tetov-Gostivar prej 17.5 kilometrash, seksionin Gostivar-Bukojçan prej 14.7 kilometrash dhe seksionin Prilep-Manastir prej 29 kilometrash, ose plani është që të punohet në mënyrë aktive në ndërtimin e autostradave brenda korridoreve 8 dhe 10, diku midis 65 dhe 68 kilometrave deri këtë verë, gjë që mendoj se do të pajtoheni se është një përparim i madh, deklaroi Nikolovski.